kjo është vrasje e dytë për ne. Ekspozita në sheshin Nëna Terez e bazuar në librin Masakrat në Kosovë 1998-1999 nga autori Shkelzen Gashi u kritikua që disa ditë radhazi me pretendime se ka pasaktësi në të dhënat e prezentuara dhe mënyrën e trajtimit të krimeve të luftës. Kryetari i Këshillit Koordinues të Asociacionit të Familjarëve të Zhdukurve të Kosovës, Ahmet Grajçevsi, në një intervistë për Kallzo.com, tha se me të dhënat në këtë ekspozit, viktimat u vranë edhe një herë. Familjarët janë të brengosur dhe e quajnë kjo është vrasje e dytë për ne. Familjarët janë di shumë ngarkuar, shumë stresuar, që ende dhe po bëhen 3 ditë, 4, ata të telefonu se çka ka ndodhur, ku është e vërteta, çka po ndodh, pse po manipulohet kështu me ne. Do të thotë njerëz të tillë duhet prokuroria të merr. Grajçevsi, i cili ka 27 vjet që punon në dokumentimin e krimeve të luftës, thotë se janë disa masakra që janë kryer në Kosovë e që nuk janë paraqitur në saktësi në këtë ekspozit. Janë dëmtuar shumë të dhënat e masakrave, si për shembull Meja, Prekazi, familja Berisha, fshati Verbovc, Shtutic, masakrat gjithandej. Do thotë kërkun nuk është të dhënën e vërteta e masakrave se çka ka ndodhur aty dhe si ka ndodhur. Ndërsa te na figuron krejt ndryshe e vërteta. Krejt ndryshe. Ka është furnizuar zoti Gashi me aty materiale, mbetet që ajtë sharën. Teksa tha se ka dorëzuar mira dosje në Institutin për Krime Lufte, Grajçevsi kritikoi institucionet shtetërore se nuk punuan sa duhet në përpilimin e një liste zyrtare me personat e vrarë gjatë luftës së fundit në Kosovë. Pe formimit të institutit në 2023, do të thotë unë kam pas një marrëveshje me institutin që materialet e mia të deponohen në Institutin për Krime Lufte. Dhe kështu që Institutit të Krime Luftës ja kam dhënën me videoinqizime, me fotografi, me deklarata, me tërë materialin në tërësi tash është në Institutin për Krime Luftës, sepse instituti është ai tash mënyrë institucionale që të udhëheq këtë proces. Ne jemi si organizata, jemi munduar dhe do të mundohemi deri në fund të zgjedhim këtë problem sa më mirë që është e mundur. Për çfarë materiali bëhet fjalë? Bëhet fjalë për dëshmi, regjistrat të vramëve, të plagosnujve, të zhdukurve, të burgosurve, gjitha këto dhe deklaratat person për person, fotografit e tyne gjatë ekshumimit, gjatë rivarrimit, gjatë masakrës kur ka qenë edhe masakrë, aty çka kemi mujt me mrit që kemi pas, gjithta, s'ka sen, dikun 34.000 foto ju ka ndërzuar Institutit për Krime Lufte të krimit dhe gjenocidit në Kosovë. Sa është e rëndësishme të kemi listë zyrtare? Kjo lista zyrtare, tash, gjitha qeverit që kanë ardhur, asnjë nuk e ka dhënë kontributin e vet rreth këtij procesi. Ata është dashur që kemi kërku sa herë në takime me qeveritarët që të bëhet lista unike, komplet, siç është për të zhdukurit, do të bëhet edhe për viktimat e luftës. Edhe në çdo formulare certifikatës të vdekjes kam kërkuar që në vërejtjen ku shkruan në formularin e vdekjes të shkruhet viktim civile e luftës me datën kaq në vend e qytetar dhe në kodin këtë kod që ekziston. Pas shumë reagimeve, organizatorët e ekspozitës Masakrat në Kosovë 1998-1999, Shkelzen Gashi dhe Kushtrim Koliqi, kërkuan falje publike ndaj qytetarëve dhe familjarëve të viktimave. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama pezulloi lejen për ekspozitën në sheshin Nëna Tereza, duke e quar në largimin e saj nga ekipet komunale. Kurse kryeministri Albin Kurti tha se gabimet domosdoshmërisht duhet të përmirësohen e korrigjohen. Sa i përket ekspozitës, e cila me sa mora vesh tashmë është larguar, ajo nuk ndodhet më në shesh. Aty ka shumë masakra që nuk janë përfshirë, por kishte të tilla që kanë pasur gabime në tekst. Ato natyrisht do e mos duhet të korrigjohen e të përmirësohen.
e vërteta për ne dhe krimet e kryera në Kosovë duhet të ekspozohen sa më shumë, jo vetëm para botës, por edhe para nesh, në veçanti para të rive e brezave që do të vijnë.